Qendra rajonale për arsim profesional dhe trajnim Mosha Pjade në Tetov mori pamje të re. Ka përfunduar rikonstruksioni dhe pajisja e të gjitha objekteve në kuadër të kësaj shkolle shtetërore, në të cilën zhvillohet procesi arsimor në disa drejtime: makineri, elektroteknik, hoteleri dhe turizëm, bujqësi, peshkatari dhe veterinari, si dhe komunikacion, transport dhe magazinim. Investimi është në vlerë prej rreth 5 milion euro, të cilat janë siguruar nga buxheti shtetëror, ndërsa do të rimbursohen nga Bashkimi Evropian. Shkollën sot e vizituan Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska së bashku me kryetarin e qeverisë Kristian Mickoski, ambasadorin e Bashkimit Evropian Mikhailis Rokas dhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami. Më lejoni që sot në prezencë të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, zotit Mickoski, në prezencë të ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Rokas, dhe të ministrave të arsimit, ministrit të ekonomisë dhe të gjithë përfaqësuesve tjerë të pushtetit qendror dhe lokal, të bëjmë promovimin e kësaj qendre rajonale të shkollimit të mesëm. Nga sot do ju kisha bërë ftesë të gjitha mediave dhe opinionit, më mos e identifikojmë këtë qendër shkollore si një shkolle mesme bujqësore, por ta njohim si ashtu siç edhe sot është, pra një ndër qendrat më të zhvilluara shtetërore, rajonale për arsim të profesional, me çka përfundimisht Tetova dhe rajoni Pollogut kanë fituar një qendër moderne ku fëmijët tanë do mund të përgatiten për tregun e punës, atë që i pret në jetën reale. I'm very pleased to be today here in Tetovo to witness this project, which is co-financed by the government of North Macedonia and the European Union. The presence of the Prime Minister, the ministers and the mayor of Tetovo is significant because there is no better investment than to invest in the country's future. And the European Union is very proud to put work in this regional center, which is going to enhance employability and is going also to be an investment for the country's sustainable development and economic growth. Освен да се заблагодарам на сите вклучени во овој проект, наистина делува импресивно. Од тоа што бев информиран, скоро 5 милиони евра се инвестирани од страна на владата во соработка со Европската унија во овој модерен регионален центар за образование. И јас само сакам да им порачам на оние кои што ќе го стекнуваат своето знаење тука, да напредуваат, бидејќи тие се генерациите на кои што ќе се потпира оваа држава. Тоа се генерациите кои што треба да ја развиваат земјата, а ние како влада ќе продолжиме да поддржуваме ваков тип на проекти и ќе сториме се што е во наша моќ оваков тип на проекти да бидат наше секојдневие.